Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Hello miq, hello. Një tjetër aventurë këtë ditë bashkë. Po bëto erdhëm na, mere. E këri pak këto, ja çapo kërkon. Unë ndërkohë akoma edhe me Çuçon. Mirë, po ju tregoj shpejt dhomën. Jemi te Karana e Hedhur në Shëngjin. Jemi në një nga këto pallatet e reja që janë ndërtuar te Karana e Hedhur, edhe pse unë ja kam qenë kundër, por që kanë lezetshëm. Ja, po nisim që nga hyrja. Mirë, direkt tu në të majtën time e fika. Okej, fika dritat. Kemi banjo. Tada. E thjesht. E vogël, nuk është se që ka ndonjë gjë. Pastaj fillon ky banaku ku mund t'lini çantat, valixhet. Dhe më duk zgjidhje inteligjente. Ja edhe bato që vazhdon han. Dhe pastaj kjo është pjesa e dhomës së fjetjes. Ja dhe hekri, ja dhe ndërtesat e tjera. Ja ku është dhe plazhi, pra poshtë është plazhi me një herë, te kjo rruga zbret. Tani çdo gjë ka qenë shumë last minute, sepse shokët tanë, Rina dhe Nertili, kanë ardhur nga Londra edhe në Shqipëri dhe na thanë që të takoheshim për të parë Baton, për të parë Torin, për të kaluar kohë bashkë. Dhe ato kanë ardhur këtu tek familja e tyre për të qëndruar me pushime, diçka tillë, se nuk e kemi marrë vesh mirë akoma, se nuk është se i kemi pyetur shumë. Dhe na thanë që të vinim dhe ne, o të shtunë o të dielën, sot është e shtunë dhe unë kam punuar, por që Hekri tha, okej, tha, po shkojmë po flejmë të shtunën atje, në mënyrë që edhe për Baton mos jetë rënd gjithë situata vajtjeardhje dhe kështu me radhë. Dhe unë u futa, kërkova një apartament, një hotel këtu në Shëngjin, ku unë era në Hedhur, nuk është se kisha një destinacion të caktuar, edhe pse ato ndodhen tek Karana e Hedhur. Dhe në fillim kishin rezervuar tek Hekër, ku kishin të rezervuar në fillim? Ndërkohë që po marr gjërat nga karroca, po ju tregoj pak. E kam marrë këtë çantën me vete. Edhe Hekri e pëlqeu shumë, sa e bukur që është, nga Dot Bags. Shumë e bukur. Mirë, atëherë siç po thosha, po kërkoja një hotel edhe së pari doja të thoja që një pjesë e madhe e hoteleve dhe apartamenteve në Shëngjin ishin situatë në kushte jo shumë të lezetshme, nuk e di pse, dhe çmimet ishin shumë të larta. Ky është mendimi im. Domethënë kam qenë në vende kushtet wow dhe çmime shumë okay, kurse këtu më dukën pak disbalans dhe nuk po arrija dot të vendosja, se imagjino kishte hotele që kushtonin 200 euro nata dhe ishin skandaloze, arredim të merr, kushtet e tmerrshme. Nëse, thash, ky është mendimi im pastaj. Dhe pash këtë apartamentin, që faktikisht është hotel, dhe vendosa të shoh se sa kushtonte nata, dhe faktikisht nuk është se kushtonte shumë, 40 euro nata bashkë me Baton. Online fotot duke shre ambienti më i madh, megjithatë live çdo gjë është e re, moderne, e pastër. Dhe okay, dhe thash, po e shikoj një herë mos janë dhe në Instagram dhe ndoshta ti pyes se sa e kanë tarifën jashtë booking, sepse shumë hotele kur rezervon drejt për drejt tek ato e kanë tarifën më të lirë, të paktën mua kështu më ka ndodhur. Dhe i shkruajta, i thash sa e keni natën dhe më tha që 40 euro dhe i thash okay, mendova që kishte tarif tjetër duke qenë se ka që kishte dhënë në booking dhe përgjigja më la pak sa pretendoj ti. Më tha,
dhe unë ngela shumë keq, më duk shumë përgjigje, sepse njeriu thot, ok, faleminderit, këtë tarifë kemi dhe ne, por me që të ju më ripresim. Sepse unë faktikisht po diskutoja me Hekën dhe thash, ok, s'po e rezervoj fare në Booking që mos paguajnë tarifën e rezervimit. Këto dhe me njëherë të paguajte këto. Po që kur më përgjigje ashtu, unë në shkreta ngela, thash, uaj, që është kjo përgjigje pa lidhje, pa edukat, nuk e di. Dhe i thash, jo, thjesht, po merja informacion, faleminderit, edhe vendosa pastaj të rezervoj drejt për drejt në Booking, sepse nuk e preferova fare sjelljen, them drejtën. Nuk e di pse sillemi gjithmonë kështu. Gjithmonë kur kam rezervuar në jashtë, asnjëherë më ka ndodhur, edhe kur ka qenë më lart tarifa, edhe kur jam bërë gabime, edhe kur jam bërë gjëra të ndryshme, gjithmonë është dërguar një emaili ka qenë plot me edukat, i sjellshëm. Nëse ndoshta neve përsa i përket turizmit duhet të mësojmë akoma edhe pak më shumë, por që fajn, i thash Hekrit kështu edhe Hekri ngeli, tha nuk e kuptoj, tha pse sillen kaq harbut. Dhe në fundja unë sinqerisht nuk është se po pretendoj se në fund fare 40 euro është, më kupton, çmim mos i arsyeshëm, nuk është ndonjë çmim, as nuk po pretendosha ta merja 10 euro, as po pretendosha ta merja falas, më kupton, ishte thjesht po informohesha edhe kaq, sepse gjithmonë thash, jashtë shtetit të paktën funksionon kështu, kur rezervoni drejt për drejt tek hoteli ose tek apartamenti, kështu tarifa është më e vogël. Mirë, e thënë kjo, rezervova direkt në Booking dhe i lajmërova që do arrim rreth orës 2-3 dhe paka shumë në 2 që s'kemi arritur. Djali që na priti ishte shumë i sjellshëm, vlen që të them, edhe insistoi shumë që të na merrte valixhet, e patë edhe në video. Por unë do të tregoj të gjithë historinë, dhe anën e keqe dhe anën e bukur. Tani do shohim se si do t'ja kalojmë këtu, përveç kësaj intros pak. Por shpresoj që të mësojmë edhe nga fshqinjët, nga grekët, nga malazezët, që kanë më shumë vite se sa ne që merren me turista, dhe të mësojmë pak më shumë për shërbimin, mendoj, ndaj të klientit, se në fund të ditës pse të humbësh klientin ose pse të kesh një feedback të keq, edhe pse siç thash, pavarësisht se si shkoi rezervimi, djali që na priti ishte shumë i sjellshëm dhe u mundua që të na ndihmonte me çdo gjë. Tani, a e bëri se ndodhi gjithë kjo gjëja? A e bëri se kështu sillen gjithmonë? Nuk e di, po nuk dua të mendoj keq. Si thua ti, Hekër? Let's enjoy. Po, do ta shijojmë, por kështu. Ky vendi që kemi ardhur si quhet? Edhe sa mbaj mend emrin, do t'ja tregoj edhe vendin e apartamentit në rast se ju intereson, se Marrë se ishte mama kjo. Këto e kishin bërë një zgjidhje shumë inteligjente. Kishin marrë një pjesë të madhe të katit, ndoshta dhe gjithë katin e kishin mbyllur me një derë që hapej dhe mbyllej automatikisht dhe futeshe brenda tamam si në dhoma hoteli, dhe ishte gjë shumë inteligjente. Një gjë tjetër që po i thosha Hekrit që më duk inteligjente është dhe arredimi, sepse është i pastër, modern dhe praktik. Sidomos njëherë kjo pjesa e banakut që sa hyn, sepse mund të lësh çantat, gjërat. Hekri thotë edhe batos ka qa me prek, po thash, siç ja u tregova, ja, i bën të gjitha, ndërkohë bato në aksion, ja ka vënë syrin asaj të llampës atje. Kushtet janë realisht të mira për çmimin. Dhe nuk e di tani do shohim pozicionin. Bato ka eksploruar banjon tani. Do t'ju tregoj disa nga gjërat që kemi marrë. Ka marrë këto për mëngjes. Këtu është darka e Batos. Dhe këto që i ka hapur rrugës. Hekri tha, a do marrësh një tas, dhe kishte të drejtë, dhe ja ku është. Edhe këto 2 biberonat. Ja, po bëjmë gati. Këtë herë nuk kam Bamboo Nature, po kam Baby Dream, se nuk i gjetëm. Është hera e parë që i provojmë, kështu që do t'ju them se si janë. Batos duke i vendosur veshur Batos. Hekri i Bato, pra lëm shpare. Hekri po i vendos Batos pampersjen e ujit. Ndërkohë po ju tregoj hyrjen e re, sërish ka goditur mami.
Nga që po marr shumë komente për ato veshjet e plazhit Batos që ja ka bler mami dhe mami ja vuri re dhe me një herë i bleu një palë tjetër. Këto janë nga Funcy Baby edhe është Cuddle Club, ja ku e keni këtu. Të shohin si do e rinë. Tregoj pak të kostumin që ka 100 vjet që e kam dhe është nga Zara dhe kam vesh të fundin e varë. Dhe flip-flop Ceza. I vesha që rrugës në mënyrë që kur të vinim t'isha direkt gati për plazh. Dhe syzet pastaj. Po. Ja ku është gjithë zona, pak kantier dhe këtu është si tip pedonale me plazhe. Është hera e parë që vim këtu eksaktësisht dhe më shumë erdhëm të eksplorojmë pak edhe vendin, të shohim pak si është, çfarë ka, çfarë s'ka. Ja arrim një herë nga ana e majt, është si tip plazhi publik dhe ujë që ka shumë i bukur i cekët. Ta shikoni. Shikoni sa i pastër që ka uji këtu, edhe i cekët. Shikoni. Ja tani t'ju tregoja ku është hoteli që jemi ne dhe zbritëm këtu me një herë. Plazhi është shumë i qetë dhe që ka fantastik për fëmijë. Bato po kënaqet shumë, se zakonisht i ka shumë bezdidallgët dhe këtu që ka perfekt për të ardhur me fëmijë, sidomos një herë gjatë javës që s'do ketë njerëz fare. Jo se sot ka shumë, ka, po nuk ka dyndje, por imagjinoni të vinë gjatë javës ku ka akoma dhe më shumë qetësi. Mund të them që ishte një surprizë për ne, se nuk e prisim kurrë që të kishte një detk me kaq pastërti këtu, një gji, më saktë, se këtu është një gji me kaq pastërti. Bato po të shtit se ja lagu pak këtyre negri, me kaq pastërti dhe kaq, domethënë family friendly, që është fiks për ne tani që po kërkojmë kështu lloj plazhesh. Preku pipa boni shto. Hamura. Ja, hekër po mundohet t'i mësoj natin Batos. Kurse unë erdha sërish në krye të lodrave. T'ja hapim këtu te bregu, se është domethënë hera e parë që do lozi fiks tamam te bregu, duke qenë se është i përshtatshëm. Ja dhe aktiviteti i lojës nisi. Mirë, pasi kaluam nga 2 orë ku Batu zhkrye në rër, por ishte perfekte sepse thjesht rrinim me shikonin dhe ai luante vetë. Edhe nuk më besohej, domethënë edhe ne u qëllosëm me pak fjalë. Tani jemi duke ecur në këmbë, se jemi duke shkuar në një si tip beach bari ku ka dhe pizza, ka dhe gjëra të tjera, që takojmë dhe miqtë tanë. Është këtu 10 minuta në këmbë, por vendosëm mos marrim makinën se përtonim dhe po përfitojmë nga rasti të ecim pak. Gjithashtu është marketi të Syla, do blem dhe qumësht, se sigurisht nuk e morëm dot qumshin që përdorim zakonisht. Pamja mrekullueshme, këtej sipër ka plas sërish ndërtimi, këtu është një kantier total. Habitem si kanë leju gjithë të hapësirë, po të gjithë ta mbushen me ndërtim. Futëm tek hyrja e parkingut për të dalë tek ai vendi që do shkojmë, nuk e di emrin, por do të them pas pak. Gjyri që ka shumë i bukur se në fund është si shkëmbë dhe vjen një gjë më i vogël. Megjithatë,
Atje ku qëndruam ne sot ishte perfekt për fëmijët. Dhe këtu shoh që ka shumë dalgë dhe Batalino do kishte pas frikë. Ja, aty ku i thosha unë, duket shumë gjë bukur. Një gjë që më bëri përshtypje këtu është se ka vura, shkoj. Dhe ne sa po arritëm quhet Aris, starë më duket diçka tillë, dhe është vetëm të shohim si bëhet. Zuar! The next day. Mirëmëngjes. Të gjoni Baton me Rion nga mbrapa. Sot vendosat këto vathët që kanë kopa e vendosur. Dhe mendova, mund të shkojnë në veshin. Në vesh praktike, kam marrë dhe një ndrim me vete se me Baton nuk i dihet asnjëherë. E pa që isha duke rregulluar çantën, gjithashtu i kam dhënë për të ngrënë Batos tërshëru, sa jova pa këtu. Me ujë e bëra tërshën, shushu që e kisha marrë me vete sepse rreth rrotull ishte pak vështirë për mëngjesin. Tani ishin a dy furra që morëm gjëra, po përveç faktit se çmimet më duken shumë të fyra, flas për këto ujë, kola, këto pije, çaj bie, edhe për furrën 2 gjëra 5 euro më duken shumë. Doja t'ju tregoja këtë dhuratën që ja ka sjell Tori, do me thënë, me siguri e ka zgjedhur Rina me Nertilium, po Tori e solli si gift, edhe ishin shumë bukura avancat e para të Batos, dhe unë doja shumë t'i blej një palë vanca, po nga që sapo ka filluar. Ka disa muaj që ecëm dhe për momentin i kam zgjedhur gjithmonë pak më fleksibël sa të filloj tamam të eci, por shumë sa cute që janë. Këto janë numër 22-shin, ndoshta vitin tjetër ja veshin. Shpes sa të bukura. Ka dhe një palë Nike që ja kanë dhuruar dhe ato fix për vitin tjetër dhe ato numër 22-shi. Shpes sa bukur. Sot do kalojmë ditën me to, ndryshe nga tje që kaluam vetëm darkën, që edhe Bato me Torin të kalojmë më shumë kohë bashkë, dhe u kënaqën. Ka momente i thamë ne të kapeshim për dorë dhe tecnin dhe i bënim Tori si dhe kështu si vllai i madh që kujdese, që ishte pak më i durueshëm, kurse Bato pak më i merrte lodrat, se është më çon çerdhe tani. Dhe Tori shkret ishte shumë i durueshëm, si vllai i madh, fix si vllai i madh, dhe u kënaqëm shumë. Tani kemi bërë gjitha gjërat gati, ja t'ja u tregoj, sepse kemi check-outin në 10, se këtu është shumë, jo në 10, në 9, s'po e mbaj më mirë në 9, më duket, ishte check-outi shumë herët këtu, në 9, dhe ishte shumë herët, po gjithsesi ne do dinim herët se kemi që në 6 zjutë. Ja, si qa kase, qa do lodrat këtu jashtë. Ndërkohë ja ku janë gjërat gati dhe backpacku i Bato. Kështu që le të zhvesim poshtë dhe të vendosim ku do kalojmë ditën sot. Ja ku thonë për këtë check-outin. Nuk po gjejmë ku t'ja lejmë kartën, kujt t'ja lejmë më saktë, dhe po i marrim telefon, po i shkruajmë, përgjigjet asnjëri dhe Hekri po e lëm brenda, i thash fiki kondicionerin dhe t'i lejmë raj që kemi lëm brenda. Ha më Bato, këti s'po i rinë në nderja në asnjë fakt. Të qohemi? Qoh. Këtu është si malore edhe ka qëtë hybi. Teci vetë më saktë. Qa do bësh? Sot pas ka rallë shumë herë dhe do ta mendoj mirë ku do qëndrojmë për shkak të fëmijëve. Një stop për atë frutin e verës që nuk po e them emrin se po e thash këtu Batalino do ngrehet dhe do e kërkoj. Është para sylës, është një si tip
tabaka shop, qyshet frutash edhe gjëra tjera. Dhe më kujtua mua se ishim gati duke zbritur për në Shëngjin, po janë duke ardhur aq shumë makina këtu, sa tha Heko bobosi do shkojmë se do kthehemi dhe më kujtua vendi këtu. Por përveç kësaj çështja është se si do kthehemi ne në Tiranë sot me këtë trafik që është. Okej, gjetëm një vend tek Arba Resort, që ishte afër me atje ku jemi ne, ja ku është Hekri me baton, po hapim gjërat, zura një shezon tu dhe një shezon brapa që të kemi mundësi. Tu tregoj pak si është deti këtu, edhe këtu është mirë për fëmijë. Pastaj është ajo pjesa me shkëmbin që ju tregoja dje. Dhe pjesa tjetër, ja, dje ishim aty duke ngrënë, dark. Dhe këtu është pjesa. Ka shumë hapësirë mes pishash, janë disa bare, nuk ka muzikë, është qetësi dhe për këtë na pëlqeu. Shkuam dhe te resorti që qëndruam brëm dark pasi hëngrëm për të pirë diçka, po atje ishte full, e zënë çdo gjë dhe kishte shumë erë nga ana tjetër sepse është plazhi komplet i hapur deri tek rana e hedhur që është fiks aty ku është ajo rëra e hedhur rana. Mirë, ne ja po bëjmë gati gjërat dhe po presim grupin. Ja, kush po shkon me marr kafe. T'ju tregoj pak nga afër se si është këtu afër atyre shkëmbimeve që ju thash që më pëlqen të shumë dhe që ja vlen shumë. Këtu është grupi, ja ku janë dhe fëmijët, dhe këtu është bari. Dhe aty në fund janë ato shkëmbinjt, apo ja u tregoj nga këtej. Dhe ky këndi këtu mendoj që është shumë i bukur. Ne jemi nga ana tjetër e plazhit, në fund, në cepin tjetër. Gjyri nuk është shumë i madh dhe është perfekte me fëmijë. Tani po shohim se çfarë do përsisim sot. Jemi nisur pak herët për të kthyer për shkak të trafikut dhe faktikisht kishte trafik nga rana e hedhur deri afër pilotit. Megjithatë, gati 2 ore kemi bërë. Tani jemi duke shkuar të marrim Rion tek hoteli. Këtë herë kemi rënë tek një hotel tjetër sepse tek vet hospital ishte full dhe nuk na kishin lajmëruar që tani duhet të bënim rezervim paraprakisht sepse për shkak të fluksit ku kemi pyetur herë të tjera na ka thënë që nuk është e nevojshme rezervimin, por këtë herë me sa dukej kishte dalë pak situata jashtë kontrollit dhe detyruam të çuam te një vend i ri që ndodhet në Lutër, se Hekër e ka quar. Dhe gjëja fani është që këto të çonin raporte dhe foto çdo ditë për qendin, na kanë quar të dje dhe sot. Dhe do t'ju vë disa foto shumë cute të Patolinës të Rios që po kalon të shumë mirë. Tani do i pyesim se atëherë ajo zona ku qëndruam sot ishte këndshëm, që zonët sot kushtonin 10 euro dhe pjata për të ngrënë, kishte dhe pica, një zonë vetëm për pica, kishte një zonë të barit, kafet e ftohta kushtonin 5 euro, apo jo Hekër? 4 euro, se unë them pak a shumë 4-5 euro, ja. Ndërsa pjatat tek restoranti, jo tek pizzat, kushtonin rreth 11 euro pjata, pak a shumë. Ushqimi nuk ishte ndër më të mirët. Ishte i mirë, thotë Hekër. Jo, ishin karkaleca të ngrirë, kemi ngrënë në vende të tjera shumë herë më mirë. Çmimet ishin pak kushtueshme për cilësinë e ushqimit. Megjithatë, ambienti dhe plazhi ishte i lezetshëm. Duhet të thënë gjërat e mira dhe gjërat më pak të mira. Aty edhe mund të flije. Hyra në Google, aktualisht tani rrugës për të parë se sa kushtonte nata, isha shumë kurioze për të parë, por nuk kishte asnjë informacion. Madje kishte ndruar dhe emrin se ka qenë më përpara Sigal quhej Sigal Resort, por tani ishte Arba, që nuk e di arsyeën e ndrimit të tjerë, po Hekri sa mos e ka ndruar nga që në TripAdvisor me Sigal Resort kishin bad reviews. Do të thënë dhe kjo gjëja tjetër. Megjithatë ne ja kaluam shumë mirë, zbuluam një
pjesë të tjetër të Ranës së Hedhun që nuk e imagjinonim, sepse mbani mend gjithmonë me ato flukset ose kur kemi qenë për festival. Kështu që ishte këndshëm, fund të fundit ishte këndshëm. Tani po presim të shohim Rion. Ja, shikoni me kë jam. U zgjua dhe bato. Ja, bato edhe.